Nëse ndodh mosmiratimi i buxhetit të Kosovës, vendi mund të ketë kolaps fiskal, duke paralizuar funksionimin e institucioneve dhe duke ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Kështu bëri të ditur në një lidhje virtuale ekonomisti Jakub Bellaqa. Bellaqa tha se mungesa e buxhetit do të ndërpres pagesat në sektorin publik, përfshirë pagat, pensionet dhe investimet kapitale, si dhe do të krijojë pasiguri të madhe ekonomike. Faktikisht mosmiratimi i buxhetit të Kosovës faktikisht krijon një kolaps fiskal, krijon një kolaps institucional dhe faktikisht i ndërpret pagesat si sektori publik, domethënë pagesat e pagave, pensionet, subvencionet, financimet e investimeve kapitale, gjithashtu krijon edhe një mosbesim institucional dhe domethënë bjen kredibiliteti i institucioneve të Kosovës, gjithashtu edhe obligimet që kanë pagesave ndaj komunëve dhe kontrata të tjera të cilat i kanë faktikisht nuk realizohen, gjithashtu edhe marrëveshjet ndërkombëtare që ka Kosova nuk realizohen, faktikisht edhe krijon një krizë ekonomike dhe ekonomia një destabilitet ekonomik, sepse destabiliteti politik krijon destabilitet ekonomike edhe humb besueshmërinë në gjitha institucionet dhe krijohet kaos në Kosovë. Nuk ka ndodhur në asnjë shoqëri, asnjë shtet që të mos miratohet buxheti, mirë, po shpresoj që mos ndodh. Sipas tij, Kosova vetëm vitin e kaluar ka humbur rreth 900 milion euro nga marrëveshjet për shkak të mosmiratimit të kuvendit. Mirëpo edhe marrëveshjet e këtij viti po i shkaktojnë ekonomisë së Kosovës me qindra milion euro humbje. Kosova faktikisht si dihet në vitin e kaluar diku ka pas 900 milion euro nga marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat për shkak të mosmiratimit në kuvend 2/3 të votave kanë mbet pa i marrë këto mjetet, domethënë që është një humbje e madhe që ka ndodhur vitin e kaluar, mirë, po edhe marrëveshjet e këtij viti 2/3 e mos themelimit të institucioneve, domethënë kuvendit dhe qeverisë, faktikisht kjo është i shkakton ekonomisë Kosovës me qindra milion euro humbje, edhe mosmiratimi i buxhetit duhet se edhe shpenzimet operative, domethënë nuk financohen shpenzimet publike dhe private, nuk financohen, edhe kështu që krijohet një handicap i madh ekonomik. Mirë, po qeveria në detyrë duhet veprojë mbas ligjit për menaxhimin e financave publike që të përgatit një buxhet. Nga ana tjetër, një letër publike nënshkruar nga organizata të shoqërisë civile dhe profesionistë të fushës së ekonomisë së qeverisjes vjen në një kohë të ndjeshme politike për Kosovën, kur vendi po përballet me pamundësinë për formimin e qeverisë së re dhe rrezikun e vonesës në miratimin e buxhetit. Autorët e letrës i kërkojnë presidentes Vjosa Osmani të ndërmjetësojë mes partive politike për të siguruar stabilitet fiskal dhe për të shmangur një krizë të mundshme financiare që sipas tyre do të prekte direkt pagat, pensionet dhe mirëqenien e qytetarëve.